Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sha'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahun Azza wa Jall lavdërojmë, atë falenderojmë, vetëm për i tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të shpjegojmë një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën transmeton Abu Huraira nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë Allahu Azza wa Jall, tre persona unë jem për ta hasëm nesër në ditën e gjykimit. Allahu po thot, tre persona unë i kam hasëm nesër në ditën e gjykimit. I pari është ai i cili ka dhënë besën dikujt në emrin timin, në emrin të Allahut, edhe ka thyer atë. I dyti është ai i cili e rëbron, e merr për sklav një njeri i cili është i lirë, e shet atë, e han atë pasuri. Dhe i treti është ai person i cili e merr një punëtor, një argat, edhe thjesht ju kryhet puna edhe ai e merr hakun 100%, mirë po, domethënë punëtorit dhe argatin nuk e paguan dhe nuk e jep domethënë hakun. Këtë hadith e transmeton Buhariu në Sahihun e tij, edhe e transmeton Imam Muhamedi dhe të tjerë, por është hadith i vërtet, është hadith sahih. Mirë po, edhe kjo hadith është se ai hadithi i javës të kaluar që fol për tre persona, ata kanë qenë tjerë, i pari ka qenë domethënë në javën e kaluar, ata tre persona të cilët Allahu Azza wa Jall as nuk i shikon, as nuk i pastron, as nuk i flet nesër në ditën e gjykimit, për ta ka përgatitur dënim të ndëmshëm. Ka cekur të parin plakun e pamoralshëm, i dyti ka qenë domethënë ai i cili është mbret apo udhëhec e kryetar, mirë po gënjeshtar, dhe i treti është ai varfëri i cili është mendje madh. Tash i ka cekë tre tjerë, e që kemi cekur edhe në ligjëratën e kaluar, se kjo ka qenë edhe shprehje edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me i lidh shpjegimet e tij me numra, nga se më let mohen men kur i thu 3, 5, 7, si domethënë këtë hadithin tonë, nga se veç me thonë fjalë në formë domethënë të paradhitur, është më vështirë domethënë për atë dëgjuesin me e kap atë kuptim se çka po do të thonë. Tre vetë. Mirë po thot Allahu Azza wa Jall. Nuk po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe transmeton prej Allahut, që kem thonë se kjo është hadith kutsi, është hadith në nivel më të lartë se hadithet domethënë të cilat janë të zakonshme. Por nuk është Kur'an, është në nivelin e Kur'anit, mirë po as nuk është hadith, domethënë është mbi nivelin e hadithit, e quhet hadith kutsi, dhe para disa ligjërata kemi shpjeguar konkretisht se çka domethënë hadith kutsi. Tre vet thot unë jam për ta hasëm Allahu Azza wa Jall nesër në ditën e gjykimit. Realisht Allahu Azza wa Jall gjithë ata që të bojnë zullum, nesër kemë pas hasëm Allahun Azza wa Jall. Se Allahu Azza wa Jall e ka ndaluar zullumin për vete, e ka ndaluar vetes me bë zullum, edhe e ka bë zullumin domethënë të ndaluar mes neve. Edhe çdo njeri i cili e bën zullum, nesër ku më ballafaqum me Allahun Azza wa Jall, mirë po këta tre persona domethënë janë pak më të veçantë, fatkeqësisht se kanë bërë mëkat më të madh, domethënë se zallimçarët e zakonshëm. Kjo edhe e tjetra hasëm për thot. Kush hasëm, Allahun me pas hasëm, subhanallah. Kjo është si në për edhe ajete apo hadithe tjera
kur ka folë Allah azza wa jall për kamatën, më thonë që duhet me lanë, ka thonë fe lem tef'alu fa'adhanu bi harbin min Allahi wa rasuli. Qofse se leni kamatën, dhe më thonë shpallje luft prej Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra të shpall luft Allahu dhe pejgamberi. Pra mendos astaghfirullah, moni njeri që është i fortë me të shpall luft, njeriu duhet më mat, dhe më thonë më ballafaqum me të selema Allahu azza wa jall. Apo ka në hadith tjetër kutsi, ka thonë men adha li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Ai cili ma shqetëson, ma lëndon një dastamin, thot Allahu azza wa jall, i kum shpall luft atina. E këto po thot, unë jam hasëm i tina. E Zoti ku na i bëhet hasëm, realisht ai ku me hup, ai ku më shkatru, ai përfundimin e ka shumë të keq. Nga se vetëm dëgjoni një hadith tjetër pejgamberit sa më ka thonë men nuqish el hisab faqad halak. Veçëruna Zot nesër ditën e gjykimit me ardh, me fillue dhe më thonë punë tona me në llogarit që jetojmë një nga një. E ke bo, se ke bo, pse ke bo, kështu më radh, dhe më thonë kjo shaj që dhe më thonë jetu shku keq edhe përfundimin e kit keq. Vetëm pse ka filluar dhe më thonë që i thojmë mu shërshit dhe më thonë çështja llogaridhënies me ty. Qofse ke filluar me të shërshit llogaridhënia nesër ditën e gjykimit, dije që përfundimin e kit keq. Po para me ndar unë Zot me pas hasëm Allahu azza wa jall nesër ditën e gjykimit, qysh kam më i pas, dhe më thonë, punë të i rëbë, apo ai njeri, dhe më thonë, që e bën një gjatë të tillë. E ka cek 3 kategorit njerëzve, e ka cekur atë personi cili, dhe më thonë, e jep besën në emër të Allahut azza wa jall, edhe tradhën, ka se prej sifateve më të këqija që njerëzit kanë konsenzus, ju vetëm muslimanët, pa dhe tjerët, nuk ka dhe më thonë ves edhe vetim më të keq edhe sifat më të keq se njeriu me tradhu. Tradhia vetë ndaj njerit është mëkat. Mirë po nëse tradhin e bën pasi që ja ka dhënë besën në emër të Zotit, kjo është edhe më e madhe. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësu shokët e tina që kur shkojnë në luftë edhe ballafaqohen me armikun, me fiset ndryshme, edhe dënë, do më thonë, me i dhonë besë ju atyne, u thot jep një besën e juaj, e mos e jep një besën e Allahut dhe besën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se me e thy besën e juaj është ma lehtë se me e thy besën e Allahut azza wa jall. Në këtë rast, ky person përveç që e ka thy besën ndaj njeriut, e që kjo tradhi, realisht e ka thy besën pasi që e ka dhonë, dhe më thonë këtë në emër të Allahut azza wa jall, që faktikisht e ka bërë një mëkat të dyfisht, se thash sifat i keq është tradhia, është sifat i jahudive tradhia. Alladhina ahadta minhum yanquduna ahdahum fi kulli marra. Thot Allahu azza wa jall për munafiqët, sa herë ti dhe më thonë bën marrëveshje me ta, ata gjithmonë e thejnë marrëveshjen. Se që kjo sifat e tyne. Apo kur folë Allahu azza wa jall për munafiqët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot 4 sifate kush i ka është munafik i kullum. Qofse e ki një sifat, e ki një sifat të munafikut. Edhe i ka cek dëmon të 4 edhe të mine khan, dhe më thonë qofse dhe më thonë diçka i ka emanet, dhe më thonë nuk e arun emanetin, edhe haddethe këdheb kur flet ganjen, edhe dhe më thonë ahede gadar, kur jep besën tradhën, edhe fundit ka cek edhe khasa me fegjer, dhe më thonë kur polemizën me dikon, edhe faktikisht debatën me të, ajo fatkeqësisht i ka lënë, dhe më thonë kufit e kësa njeri është, dhe më thonë i tillë që kur kina i farë debati me të në mos pajtim, realisht fillon edhe ato të kaluarat, dhe më thonë tashme të imbledh krejtë dhe ato që jenë haruar, edhe të përmen, edhe faktikisht i kalon kufit. Mirë po, neve po na intereson me kuptu këtë sifat në tretë që thot idha ahede gadar, dhe më thonë se kur premton, kur dhe më thonë jep besën e tradhën. Që kjo është fatkeqësia, dhe më thonë me madhe, thash se është sifat i jahudive, sifat i munafikave,
dhe më thonë nesër rrunë në Zot në ditën e gjykimit, ka orë në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ku me pas secilin njeri te koka e tij një flamur e ku me shkru në të hadhihi gadratu fulan, që kjo është pabesia e filonit. Dhe më thonë, pavarësisht që në këtë dunja ke mujt dikuna mi po pabesi e me tradhthu e me mashtru. Mirë po nesër në ditën e gjykimit, para krejt njerëzve tjerë. Allah azhir ku me ta qitë një flamur bi kokën tënde, që ku më shkru se që kjo që ka tradhthu në këtë dunja, e që ndoshta ka shpëtua se ka marrë vesh kërkosh që kjo është tradhari, që kjo është i pabesi, që me e marrë vesh edhe më të pështru Allahu azhir, para se mu të akun me të basë hasëm të ju Allahu azhir në si në ditën që për e cekum da. Edhe kur po thojmë dhe më thonë me tradhthu, kjo nuk është puna veç me tradhthu muslimonin. Realisht tradhia është tradhia edhe ndaj muslimonit edhe ndaj pabesimtarit. Dhe më thonë ashtu që është haram me tradhthu një musliman, ashtu është tradhia është me tradhthu dhe më thonë edhe një pabesimtar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men qatala muahadan lam yarah raihat al-janna. Kush e vran një njeri cili ka hyrë në shtetin e Islam me garancë që i ka dhënë besë, shteti dhe më thonë cën ti si musliman, e ke myt që ta, dhe më thonë faktikisht e ke myt dikën që ka pas mbesë, nuk kime e një aromën e xhenetit, s'kime një herën e xhenetit, le me hi, pas kime një herën e xhenetit, me të regu se realisht qofse është çështje shëmtuar pabesia, tradhia, edhe është sifat i munafikave edhe i, dhe më thonë, jehudive. Kjo realisht është njësoj si e tradhove muslimonin, si e tradhove dhe më thonë pabesimtarin, edhe nuk guxon njeriu të mi shku menja dhe me hi dyshime se me thonë se po nështë të ka haram muslimonin, po këta në jenë pabesimtar, këta janë dhe më thonë kryqali, këta janë dhe më në hebrej, edhe dhe më thonë me i thyje besën edhe me i tradhu kërkon, nga se realisht ne kur realisht veprojmë apo ndërveprojmë me njerëz, nuk ndërveprojmë me sillet e tyre. Ata mundën me na tradhu, po ne nuk tradhojmë. Ata mundën me vra gra e fëmijë, me bën masakra, po neve nesër me na ardh mundësia nuk e bëjmë gjatë tillë se ne jemi muslimanë, ata janë pabesimtar. Pra thjesht ne dallojmë me iman dhe vepra të mira prej tyre dhe nuk duhet me ra në më thonë një nivel me ta. Kjo është e para. E thash kjo fatkeqësi është se në më thonë na nuk tradhojmë vetëm pabesimtarin, ne tradhojmë edhe besimtarin, edhe dhe më thonë shumë të rrallë jenë ata njerëz të cilët fatkeqësisht dhe më thonë jenë që kur të jep fjalën, është njëri i besës, njëri i fjalës, edhe ndoshta vetën keq e lën çu të ka dhënë fjalën, edhe del fjalë, edhe ta mund fjalën, po teton faktikisht pak me ndodh në interes tjetër, edhe të harron edhe se kthen kryt edhe kishte s'podi e kështu dhe më thonë më radh. Kjo është e para, ndërsa e dyta po thot rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu, një njeri i cili e ka sklavruar një njeri të lirë edhe e ka shit atë. Do të thonë nuk ka qenë rob, nuk ka qenë sklav. Mirë po e ka shit, dietarët e kanë cekur këto në dy forma, e që dyjat kanë qenë pothuajse në të kaluarën. E kanë cekur qofse një njeri pa luftë hiç ka shku një njeri të lirë e ka rëbru vetë edhe e ka shqit si sklav, kjo është për qëllim hadith. Apo thojnë djetarët, për para dhe më unë kur ka pas sklav, realisht e ka pas sklav, e ka lëshu, me së një ka rapi shëmonë edhe ka thonë se jëmre, pëse me lëshu pa parën e këto edhe e shes edhe përfitoj prej ti. Dhe më unë kjo është për qëllim hadith. Se realisht ka njerëz të tillë që kanë shfrytzuar këtë rast, që dhe më thonë me i rëbru njerëz të lirë, edhe me i shit, edhe historikisht të njoft, edhe në fe tjera, po edhe të arabt, dhe më thonë që të qofë se një njeriz që ka marrë borë që s'ka mujtë me këthy borqen, ju shku dhe më thonë ja kanë rëbnu ose gërunu ose thmin, edhe ja kanë shit dhe më thonë treg si me konë dhe më thonë sklav. Elhamdulillah dhe më që këto kam përfunduar dhe thuja shumë për tyre nuk janë tash eksistente, mirë po është një formë tjetër eksistente tash kohën tonë. Ajo është trafikimi me qenje njerëzore që fatkeqësisht është pothuaj e njëjta me robrimin e sklavrimin që domethënë është përmend në hadithe.
domethënë shkojnë marrin vaza e treja, edhe thjesht i shesin ato, domethënë për imoralitet, e përdorin trupin e nderin e tyre, ajo nuk ka drejt as me ikë, se realisht po ike, domethënë likvidohet, parat që fitohen i merr domethënë ai tutori, e kështu me radhë, është skllavrim bashkëkohor, apo tash e kem këtë formën tjetër, domethënë të kryeni lipsarve, të cilët na i sjellin prej vendeve të ndryshme, në mënyrë të organizuar, e një njeri i shkep në për qytete, në për domethënë për udhkryqe, në për lokale të ndryshme, që me lyp prej njerëzve, edhe në fund domethënë ndoshta si len kurrgjo ose i len sa për me hongër bukë, edhe asgjë më tepër, e po them është fatkeqësi e madhe që njerëzit domethënë janë çaq tult, saqë nuk ka domethënë fesë ose jo pas njerëzillëk që me e ndalu atë që mos me shfrytzuar një rast të tillë, nga se pse Zoti ku me kon hasëm i tina, ku me kon Zoti hasëm i tina se çështja e lirisë është çështje ekskluzive Allahut Azza wa Jall. Allahu këndën e ka bërë rob, këndën e ka lënë të lirë, Zoti ka kriju njerëz të lirë në parim. Pra të ka thonë Omeri, meta ista'badtumun nasa wa qad khalaqahum Allahu ahrara. Kur i keni bërë ju sklav, rob njerëz, Allahu domethënë i ka lindë dhe i kanë lindur natët e tyre, domethënë të lira nësana. Fatkeqësisht, një njeri i cili ka lënë këto kompetenca, realisht domethënë ka interferu në çka është ekskluzive, domethënë në kompetencat e Allahut Azza wa Jall, se nuk jem na që dhojmë liri, as që i marrëm dikujt në liri. Kjo është çështje ekskluzive në dorën e Allahut Azza wa Jall, e kur ti një njeri të lirë që Zoti ka krijuar të lirë, e ke bërë sklav, ke interferuar në mënyrë direkte në kompetencat e Allahut Azza wa Jall, edhe dije që e ki hasëm domethënë Allahun. Dhe e treta, që është më shpeshta domethënë në kohën bashkëkohore, është njeriu i cili ka punëtor, qoftë ai biznesmen, qoftë ai i cili punon në institucione publike, e që ka domethënë nën komandën e tij njerëz dhe punëtor të tjerë. Realisht, po jo vetëm këta, po edhe nëse një njeri privat e merr një punëtor në shtëpi, edhe nëse se ka me muaj me vite, po për një ditë, nëse e ki edhe e merr, e nuk ja e hakun, dije se kime pas hasëm Allahun Azza wa Jall. Për atë, ai njeri i cili realisht merr punëtor, duhet me pas shumë frikën Allahut Azza wa Jall, nga se ata janë njerëz të dopt, shumë prej tyre edhe nuk bojnë kontrata hiç, edhe në mirë besim për shkak nevojës së tij, lyp punë e nuk ka as kontratë që e mbron dikush drejtën e atina. Thjesht është mes teje dhe Zotit ajo që ja jep hakun ose jep hakun. Mirë po dije që nëse jep hakun, Allahu ku më të shpërbly. Ama nëse se jep hakun, dije që kemi pas hasëm nesër Allahun Azza wa Jall. Pra të ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që jep një hakun, atul ejira ejrahu qabla an yajif araqahu, jep në punëtorit hakun e tina para se më tërë djersa e tina. Ju e keni dëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aty në 3 persona të cilët kanë hyrë në shpellë, edhe një gurje u kanë pshel shpellën, edhe kur e kanë pa që s'kan shpëtim, s'ka pas telefona në celulara që mu lidh me dikën pes jashtë, realisht kanë qenë si mishti në varr për zgjalli, kur kanë hup shpresën se s'kan mundësi me dal, secili ka filluar me lut Zotin me një vepër të mirë të sinqert që ka bërë për Allahun Azza wa Jall. Njëri ka treguar mirësinë ndaj prindërit vet, tjetri kanë treguar ndershmërinë dhe sa i morën shumë është, e njëri prej tyre ka thonë se o Zotën e kam pas një punëtor, ka punu te on, edhe kur ardh vakti me e marr hakun e vet, se ka marr. Disa transmetime ka ardhur se ju ka dok pak. E tregon hadithi, thot e kom marr atë pasuri, e kom shumë fishu edhe kom shumu, edhe kam ble, domethënë edhe kafsh, edhe kur ka ardhur mas disa viteve, ai personi me e lyp, i kom thonë, ka thonë apo më jap që apo më njef, më ka thonë po, ti ai punëtori që se ke marr hakun, thot apo më jap hakun, thot shkon në atë luginën çashe prej bagëtive, prej lëpëve, prej deleve, prej dhive, dhe janë tuat. Thot e teste zaubi,
a je të bëha jarë me mua, po mahitesh me mua, thot s'jam të mahit me ty, mirë po ç'kjo është ajo pasuria që ti domthonë e ke lënë, e unë ta kom shumue, e ta kom shumë filshue, ti shka merre atë edhe thjesht largohet një pjesë ai guri derisa u plotësohen secili me ato veprat e mira, edhe Allahu azza wajal i shpëton. Por thjesht do të më e kuptuar se njeriu i cili domethënë e merr një punëtor, do të më dhon hakun, se haku shpërblehet në këtë dynjë edhe në ahiret. Mirë do të më ditë se edhe zullumi në dhulme, dhulumat, domethënë zullumi është errësira në këtë dynjë, errësirë në zemrën tonë, errësirë nesër në varrin tonë, errësirë nesër në ditën e gjykimit, edhe thjesht hasum kemë pas Allahun azza wa jall. Na pedim që edhe thjesht njerëzit ndonjëherë edhe ankohen edhe pe punëtorëve, se punëtorët nuk e kryjnë punën që duhet, se nuk janë shumë sinqertë, nuk janë shumë devotshëm, e kthyen vetë synin e shefit të vet, edhe drejtorit vet, apo kthyer edhe kështu me patronët e sene, mirë po edhe punëtorët me pas kujdes, domethënë që me dhon hakun punës vet, orarit vet, më mundua me kry sinqerisht për Allahun azza wa jall që me bë djersën e tij në halal, edhe më mundua që me perfekcionu çat punën se jo besohet. Mirë po ai i cili realisht e ka marrë si punëtor dhe si argat, më dhon domethënë hakun e vet, edhe mos më paksu se nesër ditën e gjykimit kena më vallafaqu me Allahun azza wa jall, e Zoti e din çysh kena me kalu. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na informon se ka thonë Allahu azza wa jall se këta 3 persona e kanë nesër Allahun azza wa jall hasëm, kush e ka Zotin hasëm, ai nuk më shpëtu. Ai person i cili ja besën në emër të Allahut edhe thën atë, ai person i cili sklavron një të lirë e shet, ai person i cili e merr një punëtor, një argat e sjap hakun, këta 3 persona i kanë punë keq, thash se kanë bërë zullum, e Zoti zullumin domethënë nuk e te i kalon. E kjo është një për haditheve që ne tregon se, edhe me këtë përfundoj, që qysh duhet domethënë njerëzit me i ndërtu raportet mes vete, se njeriu Zoti se ka krijuar si vetanak, secili me jetu në atë kodër, në atë qytet dhe mos me pas kontakt me kërkon. Por njeriu është social, shoqëror, domethënë ka shërblerje, ka martesa, ka domethënë vazhdimisht kontakt me të tjerë, realisht ne të mundohet që të paraprihet për drejtësisë, për korrektësisë, mos me bë zullum, që thjesht me pas një jetë të rehatshme, të lumtur në këtë dynjë, mirë po me shpresu që edhe nesër në ditën e gjykimit me i pas mirë punë të Allahut azza wa jall. Lutim Allahun azza wa jall që të na bën të vetëdijshëm, që haku i huaj është haku i huaj, se ajo që domethënë përforcohet me betimin në Allahun azza wa jall, me pas shumë kujdes, atë që është ekskluzive në emër të Allahut azza wa jall, apo është e drejtë ekskluzive Allahut azza wa jall, mos me të kalu kompetencat tona. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.